vetë vendosja nuk e pranon shtetin e Kosovës. Jo që ka thojnë lista sërbe. Lista sërbe ka ba eksponente saj agresion terrorist. Lem dalë që aty. Që kjo është, sepse dalimi vidis shtetit së drejtës dhe shtetit ligjor, dhe më thonë, që kjo është. Që aty po du me da. Kena shtet ligjor, po jo shtetit së drejtës. Që është konflikti tyne. Partia e parë politike në Kosovë, shqiptare, që nuk e ka njohë shtetin e Kosovës, është vetë vendosje. Pa barazonin këtë bashkë me listën sërbe? Shtetin e Kosovës. Vetë Albin Kurti e ka njohë të Republikën e Kosovës para Izraelit. Kur ka ardhë pushtet, për dryshe, kur se ka njohët. Minister në qeveri, Zoti Libur Naliu, ka dalë të zonat, edhe ka thonë Kosova shteti përkoshëm. Që pak, me kon kunder karakterit të shtetit, nuk je kunder shtetit. Njajt janë. Sa i përket... Shteti përkoshëm e diska tjetër, jo karakteri shtetit. Shteti vetë. Sa i përket sulme terroriste, partia e parë politike që ka kry sulm terrorist në Republikën e Kosovës, vetë vendosë. Kush e ka konstatu? Unë e pe konstataj. Unë pe konstataj. A je i knaqën? Që gutesh, gutesh, je pasionant, tane e revidon mendimet. Partia e dytë, historin këto, e revidon mendimet. Partia e dytë, I bjen pishmonti, mas do kuat. Partia e dytë që ka kry sulm terrorist është lista sërbe. Pra janë dy parti politike I revidon të mendimet të gjykimit për njerëzve, për subjekte. I revidon, ma nej. Për shamull si për ish ushtarët të shëkës. Qa këmë thonë për ta? Dina që ke thonë. Bëndë një emision për këtë, pas taj të shamull. Po i revidon. Ko e dina. Qka këmë thonë? Po e dim që ke thonë. Jo, e dim. Qka këmë thonë? E dim që ke thonë. E dim, mëre. Gëllojnë emisionet e deklaratat e të Po këtë emision, ose po e të regojmë gjitha, ose po të rhekemi nga që thamë. Tha dhe këshiltari, njëri ma jafër të Hashim tha që të qa tha i tani? Tha, që të tha. Që si te është ai? Si te është ai? S'dallan kur gjo. Aja është me PDK-n, ti e me vetë vendosjen. Do me thonë, dy eksponent politik që na vini këtu, që vjen Klan Serbia me rogë ti me rogë Klan Serbia, ja pequen atë në fond, O, mirë të sta kur zë, ku sta kur zë. Që sta? Mirë tha i revidon mendimet. Cilat? Cilat? Da bëm një emision tjetër ku do të flasim ka këto me gjujt plohen, do të me kalëzu qëta. Pajtohen, për tash është e drejtë e Zotit Bala, do të regojnë se jo. Ti dush me konë si kullabi, me ardhë me marrë rogë në Klan Serbia, me mbështet ato, Klan Serbia, me mbështet ato që i thëtë Klan Serbia, dhe ndërko me qenë edhe me ato, edhe me këta. Thanë se dhaj është ngutur, po ngutur. Ja, e s'ka ngutur. Amerika e ngutur. Këto fore, kërkuja. Shka që në shefi grupit parlamentar të Kam edhe një blok reklama se po më bëjmë presimore. Qysh, cilat? Zotin Bala e tash e 5 minuta duke në cilat, qysh cilat. Ose flit, ose po e lem këtë tem tash. Mos në zitë një e pas taj po mbesim të duke usilur tuke u... Jo, në po du argumentin. 1, 2, 3, 4, 5. Jo argumente, fakte, në sen argumente. Cilat? A dënë t'il shaj krejtë rrëdhazi? Mirë. Një arë tjetër se s'kemi kosën të. Se ja këto foret juja të në. Zoti Arifi. Jujat për të mijat, asë jem fore. Njoftimi e sot shumë i gjykatës kushtetuese besoj që nuk e ka befasu kërkon. Ka qenë vendim edhe i pritën, edhe i ditën. Mjafton me pas një shkollë fillore, një shkollë të mesme, vetëm me lezu nënin 67 të rregullorës të kuvendit, dhe është e përcaktuar kush do të me konë kryetari kuvendit, pra, kush do të me konë nën kryetar nga partit politike sërbe. Kush si pas jush? Lisë sërbe, me rregullorën që e ka aprovu, nëse ka mundësi me shfaq, me rregullorën, me nënin 67 rregullorës, thotë se... Që është aprovuar legislatur. Dhe që është ndryshu, se përpara s'ka qenë kështu, dhe me thonë, qeveria Kurti, sa ka qenë kryetar, Glau Konjuvca, e ka ndrru dhe me ato thotë se nën kryetari i kuvendit Kosovës nga komuniteti sërb, zgjidhet nga partia që ka mas shumë të vota, që është këtë rast lista sërbe. Nëse është...
një Po pjali. këtë s'po e qartëson? Jo, po e qartëson, unë po besoj që po e qartëson, sepse ki edhe në paragrafin 4 të nenit 67. Të pjesa e fundit të shpresja, atë është ai funksioni i tyre kushtetues në interes të Republikës Kosovës. Vetëm Është në arsitim mundet me konë nenit 67. Neni 4, më ime të lezu. Tel Albin Kurti o thot në interes të Republikës Kosovës është mos ta bëjmë... Jo, se po tonë, se mendova të. Adriatik, paragrafi 4 i nenit 67 thot se nënkryetari i pakicës jo sërbe dhe nënkryetari i pakicës sërbe, dhe me thonë, kjo është e regullume me qëtë paragraf. Paragrafin që është mirë dhe me lezu, dhe me thonë që është të parapome. Qaj është paragrafi? Ndërkohë do të azej rëzia. Paragrafi 4 i nenit 67. Dhe me thonë, që të shka është Regulora, zgjedhën në nënkryetarit kuvendit që ja u qoj. Jo, që unë e kam qëtu screenshot. është neni 12. 67. Vetëm dërgojeni pra që ta kemi. Unë është paragrafin 4 nenit 67, që po qysh po thot në pikën 4, njësaj që paragrafin nenit 67 e përcakton zgjedhjen e nënkryetarit. Kjo është për regulorës të për merë. O, për Jo, regulorës. kushtetutës, shek. Jo, rregulloria është e bazuar në kushtetut. O, dhe me regulorës kanë kjo. Se kushtetuta është mbi rregullore. 6.1. Kandidati për nënkryetar të kuvendit nga radhët të komunitetit sërb propozohet nga shumica deputetëve të komunitetit sërb. As nuk duhet fakultet, as nuk duhet me konë gjykac, as jurist, mund është me qenë me shkollë fillore, kur të lexon që do me thonë, kandidati për nënkryetar të kuvendit, nga radhët e komunitetit sërb, propozohet nga shumica deputetëve të komunitetit sërb. Po, vetëm sërish duhet marin 61 vota. Çka nëse si votojnë? As pare 61 vota nuk i fitojnë asnjë parti minoritar. Kjo është substanca e shtetit. Nëse nuk do t'ishte kjo deritash do ta kishim nënkryetarin ndoshta. Jo, ne Gjithë në sen tjetër. ata do të Kapeshin për diska tjetër. Po veç për çata po na anulohen projektet me vendet aleate. Mas pari pakicat ne kur e pas një reagim ende zyrtar nga lëvizja ne kur e kemi shpall pavarësi, ne kemi marrë Kurti është rrugës nga Zhebaja duke këtyr. Ne kemi marrë obligim me u dhon këto vota, se këta kur si bojnë votat. Nëse partit shumis, partia që i ka fitu zgjedhjet, nuk u jep votën komuniteteve, bosnjak edhe sërb, apo komunitetet tjera, këta kur votat nuk e marrë. Vetëm duket po e shoh tash eksponentëve të vendosjes duke thënë ja këta ish opozita kanë bërë koalicion me listën sërbe. Po veç ka thonë, edhe kanë thonë dikun, edhe vazhdimisht edhe kanë me thonë. Edhe për shkak kësaj arsye opozita ose ish partitë e opozitës nuk e konstituojnë kuvendin. Mos m'ia qel gojën se në Facebook na shkatrojnë. Këto veto po abuzohet shumë. Hala tutën mëre. Po abuzohet shumë me veton. Veton nuk ka, lista sërbe nuk ka bo veto, vetëvendosja ka bo veto. Se lista sërbe ka propozu. Sërbët kanë provu në 2004 me bo veto. Një kujtoft, idoli kryeministrit Kurti Oliver Ivanović dhe Ranxhel Nojkeq atëherë kanë pas bojkotu kuvendin. Një çështje që duket të thjeshtë dhe logjike, nëse lëvizja vetëvendosje insistonte dhe filloi pastaj kur tha gjykata kushtetuese 3 herë vetëm një kandidat dhe shkoi me radhë, nëse do t'i përfundonin kandidatët, atë do duhet fillonte pastaj te PDK-ja, te LDK-ja dhe AK-ja për ty, se kjo është logjika që kanë shkuar atë ditë. Pra, u përfunduan deputetët e listës sërbe dhe dolën të Nenad Rashiqi. Pse në rastin e shumicës, në këtë rast